Vazhdojmë tani me përgatitjen. Sot do të bëjmë gati disa kungulleshka, por këtë radhë do t'i përgatisim në një mënyrë pak më ndryshe. Unë i kam zgjedhur pak më të vogla, këto janë më të përshtatshme për t'i mbushur ashtu siç po e bëj unë gati recetën sot. Për sa persona do të gatuani, aq kungulleshka do të përdorni. Unë këtu në total kam 7 copë. Vazhdojmë njëri pastrojmë mirë me ujë dhe vazhdojmë t'ju japim formën. Vazhdojmë kungulleshkat që t'i prejmë dhe të largojmë këtë pjesën lartë. Dhe ju japim këtë formë. Gjithashtu, do të largojmë edhe këtë pjesën poshtë. Në të njëjtën mënyrë, veprojmë me të gjitha kungulleshkat. Pasi i largojmë pjesët anësore, vazhdojmë tani që t'i hapim. Nëse keni një aparat të tillë, do t'ishte ideale, pasi do t'ja vlehtëson punën, por nëse nuk keni, mund që hapjen t'a bëni edhe me thikë. Duhet t'a bëni kështu hapjen mbrenat e kungulleshkat dhe pjesët që i largojmë nga mbrenda i ruajmë, sepse do t'na duhet tani për fërkisën. Vazhdojmë në të njëjtën mënyrë, i hapim të gjitha kungulleshkat një nga një kështu. Tani me ndihmën e një piruni, do të bëjmë kështu vijat e kungulleshkat, për t'na dukur më bukur, pastaj kur t'i shërbejmë. Në një tigan pak më të thellë, shtojmë një lugë gjelle me gjalpë. Në të njëjtën recetë, ju mund të përdorni margarinë ose vaj, sipas shijeve të juaja. Presim tani në zjarr mesatar derisa gjalpi të shkrihet. Tani te gjalpi i shkrir, shtojmë gjysmë qepe të prerë imët në rinde. Shtojmë edhe pak spec, unë kam shtuar gjysmë speci të kuq dhe gjysmë speci jeshil. Vazhdojmë tani në zjarr mesatar që t'i forgojmë për disa minuta derisa qepa dhe specat të zbuten pak. Tani shtojmë edhe një lugë gjelle nga kungulleshka që i larguam nga mbrenda të prera imët. Unë i kam bluar në blender. Vazhdojmë forgojmë edhe për 1 minutë. Tani vazhdojmë që mbrenda të shtojmë 300 gram mish viçi të bluar dhe vazhdojmë forgojmë edhe për 2-3 minuta tjera, derisa të gjitha produktat që i kemi shtuar mbrenda në tenxhere na bëhen bashkë. Dhe tani edhe mishi është forguar, vazhdojmë që mbrenda t'i shtojmë erëzat. Vazhdojmë shtojmë një lugë të mesme me piper të kuq, një lugë çaj me kryp, pak kopër të thatë, pak piper zi. Përzijem mirë tani që gjitha erëzat që i shtuam brenda, përzijem tani derisa gjitha erëzat që i kemi shtuar brenda te mishi të bëhen bashkë. Vazhdojmë tani që t'i mbushim kungulleshkat me mishin që e përgatitëm. Vazhdojmë kështu i mbushim derisa të përfundojmë me të gjitha. Dhe për të shtypur, për ta futur deri brenda mishin, unë po përdor kështu një lugë druri për mjalt. Dhe kështu duken gjitha kungulleshkat, pasi kemi mbushur dhe kemi renditur në një tepsi. Vazhdojmë tani që t'ja gatuajmë lëngun. Për t'ja trashur lëngun, do të përdorim pastë domate. Pasi shumica nga ju më pyetni për pastën e domateve të trash, deri tani nuk ka qenë në shitje në vendet e tona, por tani ka arritur dhe mund ta gjeni në të gjitha marketet më të mëdha në tërë Kosovën. Kjo është lloji pastës të domateve të cilën unë po e përdor, pra është tamam ajo pasta e trash. Marrim një lugë gjelle nga pasta e domateve. Në një enë tjetër shtoni 500 ml ujë dhe te uji tani e shtojmë pastën e domateve. Përzijim mirë derisa pasta e domateve të tritet dhe të bëhet bashkë me ujin. Vazhdojmë tani me salcën që përgatitëm, të mbulojmë kungulleshkat në tepsi.
Vazhdojmë tani që t'i pjekim në furrë të parangrohur në 220 gradë, diku parafërsisht për 30 minuta. Pas 30 minutave në furrë, pjata për ditën e sotme është gati. Gjithçka që ka mbetur tani është presim që të ftofet dhe ta shërbejmë. Dhe sonte unë kam zgjedhur që ta shërbej me pilaf. Recetën e pilafit e kam përgatitur me video disa herë, mund ta gjeni në videot e mëhershme. Këtu e kemi edhe pilafin, vazhdojmë tani që sipër pilafit të shërbejmë kungullishkat e mbushura. Sipër ju shtojmë pak nga salca.